mendoni që vendi duhet futet në një gjendje emergjence? Më lejoni fillimisht Sokol t'ju evidentoj faktin që duke folur edhe më shumë kompetencë për pjesën që më takon të qarkut Korçës, që në dy situatat e fundit kësaj aktuale dhe momentit të nëntorit, të 4-5 ditëve kur kemi patur reshje, edhe qarku ynë që ka patur karakteristika shumë vjeçare të lidhura kryesisht në periudhën e dimrit me situatën e Borës, ka ndryshuar si pasojë e ndodhive natyrore një këndvështrim në kuptimin e mënyrës se si i gjithë zinxhiri i administrimit të emergjencave civile duhet qasur. Për shembull për statistik edhe për t'ju dhënë një indikacion shumë domethënës në vlerësimin tim, në ditët e nëntorit, për shembull në qarkun e Korçës, për ato 4 ditë, sasia e reshjeve të rëna ka qenë sa gjysma e asaj vjetores, shumë vjeçare. Ndërkohë që vetëm 24 orët e fundit, qarku i Korçës ka qenë i kualifikuar si qarku me intensitetin më të lartë të reshjeve në qark dhe ka përfaqësuar vetëm 24 orë shi 1/10 e mesatares vjetore shumë vjeçare. Por duke qenë se Korça, po themi, ka qenë një relief malor kryesisht edhe me tendencë ulse, edhe infrastruktura instaluar aty e ka favorizuar gjithmonë që dëmtimet e shkaktuara nga përmbytjet të mos kenë pasoja të rënda. Por jemi në momentin që ky fokus dhe kjo vëmendje duhet ridimensionuar, edhe në këtë pikpamje unë mendoj që institucioni prefektit, po edhe gjithë zinxhiri i shtabit të emergjencave civile. Do ta ngrinit temi flamurin e kuqe tonë, është momenti që të futemi në gjendje emergjence civile. Unë mendoj që në rastin e Korçës nuk është kjo situatë, është një situatë që meriton të vlerësohet me një seriozitet edhe një nivel të ri gjykimi sa i takon këtyre tendencave të reja, por mendoj që me një infrastrukturë dhe një logjistik edhe me një vëmendje pararendse, parandaluese, shumë aspekte do duhet të adresohen në të ardhmen në mënyrë më të butë. Por na duhet pranojmë një parën që fokusi i mbrojtjes civile nuk është vetëm një dimensional i lidhur, po themi, vetëm me zjarin, vetëm me Borën, vetëm me fatkeqësitë natyrore të shkaktuara nga shiu, po duhet jetë gjithëpërfshirës dhe në kuadër edhe të vëmendjes qeveria është duke i dhënë rajonalizimit të këtij shërbimi, për ta qëndërzuar edhe për të rritur eficiencën e mënyrës së reagimit. Kjo do të besoj unë reduktoj nivelin e mënyrës se si ne adresojmë një situatë akute, por që në rastin konkret unë nuk do ta kisha quajtur, edhe pse është e pazakont në rafshin e termave të intensitetit të prurjeve, përsëri meriton që të konsiderohet një emergjencë e nivelit të shtuar dhe riskioz, por jo emergjencë